Janë disa vepra të cilat ndëshkimin e kanë vetëm në këtë botë, kurse disa tjera vetëm në botën tjetër. Kurse janë disa vepra që Allah i Madhëshëm përmes tyre i dënon njerëzit edhe në këtë botën tjetër, sepse janë aq turpshme, aq të këqija. Prej këtyre vepra është edhe të qenurit bandit, pra me okuput njerëzve rrugë dhe me i friksu ata dhe me i pleqkit ata. Për ta Allah i Madhëshëm ka tregu që ata kanë edhe turprim këtë botë, pa e dënim të madh në botën tjetër. Pastaj prej ndëshkimeve të këtilla është edhe, si tregon profeti alayhis salam, nuk ka mëkate cilat Allahu i Madhëshëm e përshpejton dënimin e tyre në këtë botë edhe plus i depoziton dënimin për të në botën tjetër, si padrejtësia dhe shkputja e një pashtuar. Pra me shtyp njerëz. Do shta më e drejta mu për këty kja berri shtypja njerëzve. Dhe shkputja e një pashtuar. Ta Allah i Madhëshëm i dënon në këtë botë. E nuk është dënimi vetëm me rrogulli prej qiellit ose tërmete, dënimi është edhe psiqik. Allah i Madhëshëm i dënon këta njerëz edhe me çka tregon Kurani, edhe me pasurinë dhe me fëmijët e tyre. Prandaj ne të kemë frikë Allah njerëzit, se me të vërtetë të vepra janë makabe, edhe gjithmonë veprat e këqija e kanë fundimin e keq.